të sëmurët në Ramazan. Bismillahirrahmanirrahim. Posa Zoti i Madhreshëm zbriti obligueshmërinë e agjerimit për besimtarët musliman, menjëherë në ajetin vijues sqaroi se jo të gjithë njerëzit, jo të gjithë besimtarët janë ata të cilët duhet të agjerojnë. Saktësoi se të sëmurët dhe udhëtarët janë kategori që shkarkohen nga obligueshmëria e agjerimit. Dhe të sëmurët, me qenë se është kategoria më ndihshme, respektivisht prej atyre që kalojnë në rrethana jo normale të shëndetit të tyre, juristët islam ishin të kujdesshëm që të qartësojnë dhe të saktësojnë se për cilën sëmundje është fjala e cila nëse do ta godiste besimtarin, do të ishte arsye mjaftueshme që ai ta prishte agjerimin dhe të mos ngarkohej me mëkat për këtë gjë tek Zoti i Madhreshëm. Në këtë kuptim, ata kanë saktësuar se fjala e Zotit Madhreshëm ku ai ka thënë e yemen ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Ato ditët e agjerimit janë ditë të caktuara. Dhe kush për juve është në udhëtim ose është i sëmur dhe e ka prishur për po të njëjtat arsye, le të agjerojnë vend të tyre ditë të tjera zaventësuese ose kompenzuese. Por, për cilën sëmundje është fjala, dhe a është në dispozicionin e njeriu që ai të përcaktoj se kjo është sëmundja që ma justifikon mua prishjen, apo është dikush tjetër që duhet të flasë dhe ta jep verdiktin e tij, mendimin e tij, ta jep opinionin e tij. Kjo është çështja që na intereson neve t'i themi pak fjalë për këtë. Juristët islam kanë saktësuar se jo çdo sëmundje është arsye justifikuese për prishjen e agjerimit, sepse ka prej sëmundjeve që mund të bashkëjetojë njeriu me to, respektivisht janë të tilla të cilat absolutisht nuk ka ndonjë efekt agjerimi në rëndimin e gjendjes së të sëmurit. As nuk ka kurfar lloj ndikimi agjerimi që ta përkeçojë gjendjen e tij. Kështu që nëse një sëmundje është e asaj kategorie që nëse agjeron njeriu duke qenë i goditur nga e njëjta, nëse e njëjta sëmundje ja rrezikon jetën, këtu jo vetëm që lejohet prishja e agjerimit, por bëhet edhe obligueshme. E në qovë se një sëmundje tjetër bëhet shkak dhe arsye që t'i vështirësohet jeta një personi, duke ja vonuar shërimin e tij, duke ja përkeçuar gjendjen e tij, atëherë prishja e agjerimit bëhet e preferuar. Dhe në qovë se një person është i sëmur, por sëmundja e tij nuk i shkakton ndonjë telashe, ai mund ballavaçohet lirisht me të. Natyrisht se në këto situata i tilli në tërësi nuk lirohet nga agjerimi, sepse si i tillë ka mundësi që të bashkëjetoj me të, ka mundësi të përballoj. Muslimanët bashkohor, natyrisht që sot kanë disa preokupime, kanë disa shqetësime dhe interesohen të dinë se cilat prej atyre barëra mjekësore, cilat prej atyre kokrave, ilaçeve që i konsumojnë ato, me këshillën dhe propozimin e mjekut. Ata kanë interesim që të dinë cilat prej tyre e prishin agjerimin dhe cilat jo. Ne duhet ta përmendim një kriter, një lloj standardi që e kanë përmendur dietarët islam, të bazuar në fjalët e pejgamberit alayhis salam, ku ai ka thënë se gjithçka që futet në organizëm e prish agjerimin. Por e kishte fjalën gjithçka që futet në organizëm, respektivisht që arrin në stomakun e njeriut, që arrin pra brenda organizmit të njeriut edhe brenda aparatit, kalon nëpër aparatin tretës të tij. Kështu që, nëse i marrim dhe analizojmë një nga një disa prej atyre barërave, ose disa prej mjekimeve, ose disa prej kurimeve që i nënshtrohen pacientët gjatë mjekimit të tyre, atëherë mund të themi se së pari kokrat të cilat konsumohen nëpërmes vrimes orale ose gojes, edhe vrimave të hundës, gjithçka që konsumohet nga goja ose hunda dhe arrin në stomakun ton, nëpërmes faringut, pastaj në ezofag dhe mbrin në stomak, e prishin agjerimin natyrisht. Pastaj, në qoftë se dikush ka vendos ose ka vë pika të syrit ose pika të veshit ose pika të hundës, por të cilat pika në hund nuk kanë arritur që të zbresin dhe të përfundojnë në stomak,
por në një farforme janë absorbuar brenda vrimave të hundes. Edhe ato të veshit, pra ato që janë vendosur në vesh, edhe ato që janë vendosur në sy. Që të gjitha këto kanë thënë dietarët bashkëkohor, madje kemi edhe vendime të akademive juridike që të njëjtat nuk e prishin agjërimin, përderisa të tillat nuk kanë arritur dhe s'kan përfunduar nëpërmes ezofagut në stomakun e njeriut. Themi kështu sepse nuk ka ndonjë depërtueshmëri ose ndonjë kanal nga kafka e njeriut që e çon atë pjesë ose atë pikë të syrit ose të veshit që e depërton deri në lokët. Pastaj edhe injeksionet janë një çështje që janë edhe të shpeshta në përdorim, përshkruhen shpesh në terapitë e pacientëve. Duhet ta bëjmë diferencimin që në fillim se ka injeksione intravenoze dhe intramuskulare. Ato intravenoze që ne i quajmë zakonshëm edhe infuzione, të tillat e prishin agjërimin sepse përmbajnë edhe, se me thonë, janë vitaminoze, ka dhe materie ushqyese në të e kështu me radhë. Prandaj me pajtimin e krejt dietarëve bashkëkohor të tillat e prishin agjërimin. Ndërsa këto që janë intramuskulare, pra që merren qoftë në muskujt e dorës ose të këmbës, pastaj edhe në qoftë se merren në venat e gjakut, natyrisht se të tillat nuk e prishin agjërimin. Për shkak se bari që merret nëpërmes injeksioneve nuk arrin dot të depërtojë deri tek organizmi i njeriut ose aparati tretës i tij. Sipas vendimeve të akademive juridike bashkëkohore islame, agjërimi natyrisht që nuk prishet as nëse merren injeksionet e insulinës për diabetiket, për ata që vuajnë nga sëmundja e sheqerit. Ai nuk prishet gjithashtu edhe në qoftë se përdoret ajo që ne quajmë pompa e astmës, për shkak se materia që thithet në të përzihet një përbërës që është në një sasi as të papërfillshme, 10 miligramësh, e cila sasi mund të mjaftoj për 200 spërkatje, për 200 pompime të një pompe të astmës. Gjithashtu, nuk prishet agjërimi as nëse përdoret marrja oksigjenit në formë artificiale, meqense jemi ende në rrethana të pandemisë së Covidit, edhe të tillët nuk e prishin agjërimin në qoftë se marrin, domethënë frymar që marrin oksigjen në formë artificiale. Gjithashtu nuk prishet as nëpërmes anestezionit total, madje edhe humbja e vedijes, gjendja e komës, edhe nëse zgjat gjatë tërë ditës së agjërimit, ai nuk prishet. Gjithashtu agjërimi nuk prishet, po ashtu edhe në qoftë se vendoset ndonjë pilul ose ndonjë kokër në gjuhë. Përdoret kjo për ta bërë atë që ne e quajmë lirimin e gjoksit nga shtrëngimet e ashtu quajtura angjina e gjoksit, e cila pilul vendoset në gjuhën e pacientit, sepse gjuha është një organ që e thith dhe e absorbon barin ose kokrën pa lënë të zbres asgjë në stomakun nëpërmes ezofagut të njeriut. Prandaj as e tilla nuk e prish. Agjërimi nuk e prishin as pasqyrat kirurgjike, as ato depërtimet që bëhet nëpërmes gypëve të ndryshme, qoftë nëpërmes vrimave urinare ose edhe nëpërmes faringut ton për të bërë fotografime të ndryshme kirurgjike ose për të marrë mostra, ekzaminime ose eventualisht për të bërë ndonjë ndërhyrje kirurgjike në lukth, me kusht që në majën e këtij gypi të mos vendoset diçka që është ushqyese. Edhe nëse vendoset ndonjë materie që është rrëshqitëse ose lubrifikuese, e tilla është në një sasi të papërfillshme që nuk ndikon në prishje të agjërimit. Agjërimi gjithashtu nuk prishet edhe nëse i dhurojmë gjak dikujt. Po ashtu, ai nuk prishet as nëse bëjmë heqjen e dhëmbit, nxjerrjen e tij, rregullimin e tij, mbjelljen e tij, me kusht që lëngu i cili përdoret nga dentisti të mos gëlltitet dhe të mos përfundojnë në stomak nga pacienti. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra muslimane,
këto janë disa prej dispozitave që kanë të bëjnë me të sëmurët, dhe këto janë disa prej gjërave që na e prishin agjërimin dhe të tjera që nuk na e prishin. Allahu është ai i cili me urtësinë e tij i ka përcaktuar urtësitë e agjërimit dhe ka përcaktuar lehtësime për ata njerëz që kalojnë në rrethana të smundjeve. E lutim Zotin që të shëroj çdo të sëmur musliman.